Në luftë frontale me 22 shtator, pas një rezistencë shtatorëshe, pikrisht në këtë vend, ra heroikisht dhe komandanti i brigadës së 114 të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Fehmi Lladroci, me bashkëshorten e bashkëluftëtarën e tij Gjev Krasniqi Lladroci, dhe me Fatime Hetemin nga Shala Bajgorës dhe Shevqet Zekën nga Prishtina. Atë ditë, ran heroikisht edhe Hamit Lladroci, Skënder e Beqet Karaxha nga Çikatova. Ditën kur ishim në Glanasel, ushtarët e kësaj brigade kishin vizituar babain e komandantit të tyre, Fehmiut, për të dëshmuar se ata nuk kanë harruar komandantin dhe se radhët e tyre përforcohen në çdo aspekt për të quar kështu deri në fund amanetin e tij. Dhe të gjithë ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Largohemi nga Glanasel dhe ngjitemi në Gradicën kryengritëse, në Gradicën e Mehmet Gradicës. Gjatë betejës ballë për ballë me forcat serbe,
Në malet e Qyqavicës ranë trimërisht edhe disa luftëtarë të kësaj trevi, si dhe humanisti i palodhur doktor Lec Uk Gradica. Në lagjen muaj të Dibranëve, Ukajve, armiku nuk kurseu asgjë, ja se që thot Rahim Muja. Ata dëgjën çdo sen, cilën e patëm, prej shtëpie. Gjitha shtëpia që kena pas unë për veti këtu 2 shtëpia. Në lagjen Muja, mas tepër, prej lagjes Muja është e dëmtuar dhe lagja Ukaj, ku ka jetu dhe doktor Leci aty, familjen e tij cilën e kanë masakruar. Për pas shtëpive që ne kanë ndjek, kanë vrarë dhe gjon, kanë vrarë kuaj, millin e kanë ndjek, gjitha senet që kena pas, si tonat, ashtu dhe të refugjatëve cilët kanë vendosën këtu, gjithë ne kanë ndjekur. Jo vetëm këtu, në shtëpi, po edhe në mal, ku na kanë ndjek për pjetë molit, në çdo sen që kena pas, janë të ndjekne. Jo fort larg Gradicës, në malet e Qyqavicës, në vendin e quajtur Varri i Hoqës, ku gjatë ofensivës sërbe ishin strehuar përkohësisht disa mijëra banor të fshatrave përreth. Sipas dëshmitarëve, forcat serbe kishin rrahur shumë meshkuj, por edhe gra e fëmijë, si dhe kishin plaçkitur e djegur automjete të shumta dhe mallra të ndryshme që i kishin marrë me vete. Kthehemi në drejtim të Likoshanit, ku me kamerën tonë regjistrojmë pamje të tmerrshme. Nga 112 shtëpi sa ka ky fshat, vetëm 4 janë kursyer nga dora e armikut. Ganiqërimi na informon se janë djegur edhe shtëpitë e familjes Ahmeti, 10 antar të së cilës u masakruan nga militaristët serb në fund të shkurtit. Disa gra mundohen që edhe këtu të mbajnë pastërti. Nga shkolla, vizitojmë edhe familjet e vendosura në xhaminë e Qirezit, e cila u dëmtua nga sulmet serbe. Këtu hasëm familjet e Bekim,
Tafil e Ahmed Gashit nga Qabiqi i Klinës, Gjelil Krasniqit nga Stapanica, Lulzim Gashit nga Cerovit, Rustem Hajdarit nga Shtutica, Etë Selman e Sokol Hotit nga Polaci. Ndërka që familja e Bejt Gecit nga Lausha është vendosur në këtë lokal, afër xhamisë ku nuk ka kushte minimale për ujë. Jo fort larg xhamisë, në një lendin vërejnë disa fëmijë, gra e pleq të familjeve së Abbas dhe Sali Avdiu nga Abria e Ullë. Në 3 familje jem të ardhën për jo Brisult. Kemi ardhë premte që t'vjen një muj, banë. Kemi qenë edhe në Resnik, të komunës Vushtris. Për e atjet prap me presion policisë në u ka dash në të thy, që afër 10 ditë jem të, si përshin edhe ju në kushte, jo të mira për jashtë i flejt, qështu qështu mujmë. Atje ke marrë pak dishka në di, ma këtu njerë hala, kemi marrë. A keni ftoft natën? Sigurisht nata po bëhet e ftoft. Me qenë se edhe pa ka rika të shiut shpesh. Tu ballafaqu qështu të shpëmujmë. Normalizohet disi. Njerëzit po rikthehen në vatrat e vetë. Këtu forcat ushtarake e policore sërbe dogjën e shkatruan 90 shtëpi, dëmtuan e plaçkitën 20 të tjerë, shkollën dhe ambulancën dhe disa shitore. Më së shumti pësoj lagja e kukajve dhe e sahitej. Pas rezistencës 4 ditëshe të forcave tonë çlirimtare në grykën e Bajicës, forcat e armikut e thyen atë vetëm pas përforcimeve të mëdha me tankse e automjete të tjera dhe armatim të artillerisë së rëndë. Kjo është lagja e Zariçut, që pësoj nga granatimet e
Fshati Banjic është një fshat me 300 shtëpi që kryesisht ose është plaçkitur, ose është granatuar, edhe një pjesë e madhe janë djegur tërësisht. Një fat tillë si të Banjicës kanë përjetuar edhe fshatat përreth, si Tërdevci, Obrinja, Trsteniku, Negrosci, Vuçaku, Krikova, Damoneki edhe fshate tjera. Këtu nuk janë kursy as fëmijët në maltretime, as gratë, nuk janë kursy çak as këto kornat, fshinat, milli, misri, të cilën nxjerr nëpër depo dhe hamare, është plaçkitur në tërësi teknika, mobilje, televizor e tjerë. Ja se si duket të shkolla fillore ligjeni e Bajicës. Armikut ajo i pengoj dhe vendosi ta djeg e shkatërroj. Fëmijët e kësaj ane nuk kanë se ku t'i ndjekin mësimin. Olla Ibrahima, jena 130 vetë qëto, që 30 dit jena dalë për shpije, doth, desh, pa hangër, pa pi, që fëmija janë smu, ftëft, që me dhonë këtina, a jepet misa të roha boke kryp, kjo do në shimin e vetë, por nuk kena, qysh kena mujt, kena ika det, në për pluma, në për granata, nësa unë ishë maj fërë se gure, ka ra shinin atë që ka ra krejt në ka i për pune. Qysh që ndrejot kështë, sa të tëfet më ëti ka dojna me shkuna, që dojna me bon, a rjet me disfushe, ata në për shpia dhe nërshin se jo këtu në fush. Qysh që na i ka ditë për vut, krejtjen kohë që të në do, i vetë me kanë vrau, si me kanë kohë, mile me kanë vjetë. Ata unë në pakër, në që të janë
borën e saj takojmë familjet Gashi e Berisha nga Përqeva, familjen Shala nga Jablanica, si dhe disa familje nga Arllati, Gremniku dhe Sfërka e Gashit. Ata nuk ankohen për kushtet e strehimit, por për sasit e pamjaftueshme të ushqimit. Kjo është ndërtesa e re e shkollës fillore në fshatin Damanek të Malishevës. U ngrit me vetë kontribut, e që vetëm 4 muaj ishte në shërbim të nxënësve të kësaj treve. Tani si po e shihni, në vend të nxënësve, bangave e karrigave, janë vendosur 14 familje që u detyruan të largohen nga shtëpitë e djegura të tyre, në Sverk të Gashit, Cerovik dhe fshatrat e tjera të Mërkushës. Jo për të larg shkollës, në një pyll, kanë siguruar truallin për të vendosur tendat e najlonit, 10 familje nga Përqeva. Ne jemi 10 familje këtu nga fshati Përqev, që një muaj kemi dalën nga shtëpia, një kohë për 2 javë, kemi qëndruar atje në mal, por atje s'kemi pas as ujë, as gjë për të ngrënë dhe na është deshur të vim këtu në Damanek. Megjithatë, kështu si po shihet, janë kushtet shumë të vështira për jetë. Nuk kemi ushqim, nuk kemi veshmbathje. Për herë jemi të kërcënuar nga serbët, në fshat atje vetëm po pozicionuar forca të reja, nuk ka fare tërheqje. Ne këtu në mungon çdo gjë. Pagarusha tashmë është shndruar në qendër të zhvendosur, të ikur nga tmerrët e luftës. Vizitojmë edhe ambulancën e Pagarushës. Mjeku Ramadan Sopaj dhe ndihmësi i tij, Shefqet Paqarizi, na informojnë për numrin gjithnjë më të madh të atyre që kërkojnë ndihmë mjekësore. Kushte më të vështira nuk mund të mirën me mend. Pacienta ka mjaft. Kërkesa është shumë e madhe për medikamente. Medikamente ka shumë pak, nga njëherë për në binë kryqit kuq, po janë është një zbutje shumë e pakt, se nuk mjafton as kushtet minimale, nuk arrijen me ato ilaçe. Deri me tash smundjet më të shpeshta që kanë qenë, edhe më të rënda kanë qenë enterokolitet, ose barkëqitjet e fëmijëve, që kanë ndodhur shpesh edhe për shkak të mungesës së ilaçeve, medikamenteve që fëmia edhe ka vdek. Në Pagarush e rrethin janë vendosur më se 16.000 vetë. Vetëm në Pagarush, në Qillin e hapur në tenda e kasolla najloni jetojnë 1200 vetë. Isa Krasniqi, nga Strazupi i Malishevës bashkë me vëllezërit dhe familjet e tyre, në këtë livan, në këto tenda najloni, ballafaqohen me vështirësi të ndryshme, e sidomos me frikën për shkak të rezervave të vogla të ushqimit, të veshmbathjes e të barave. Edhe banorët e tjerë të nënqiellit të hapur kanë probleme të ngjashme. Në Pagarush takojmë edhe një vëzhgues amerikan, i cili kishte ardhur për të vëzhguar situatën në këtë tregë. Kjo është banja e Malishevës. Këtu janë djegur e dëmtuar më se 150 shtëpi, xhamia e shkolla, si dhe objekte të tjera. Më së shumti pësuan lagjet Cukaj, Telaku, Shala, Limaj e të tjera. Gjurmët e barbarizmit serb janë të pranishme edhe në fshatin Semetisht, Slapushan, Doberdelan, Reshtan, Blac, Duhle, Samadraq, Budakov, Vranic e fshatrat të tjera të Suharekës. Kalojmë në fshatrat e Shalës e Drenicës. Shiu nuk na pengoj që të pasqyrojmë gjendjen aktuale në fshatrat. Pjetërshtic, Shal, Bajis të Kolshit, Nekoc e Kishnarek. Në Pjetërshtic të Lipjanit, fillimisht na bie në sy shkolla e djegut plotësisht, ambulanca, të cilës nuk i dihet as themeli, si dhe 120 shtëpi të djegura. Në qendër të Shalës së Drenicës, vërejmë mjaft njerëz në krahasim me fshatrat e tjera, sikur fshatit po i kthehet jeta. Shihen në çdo lagje shtëpitë e granatuara e të djegura, të cilat qëndrojnë si përmendore të një flijimi e sakrifice për liri. Në Nekoc të Glogocit, i cili ishte disa herë në shënjestër të forcave sërbe. Këto ditë kanë filluar të intensifikohen përgatitjet për dimër. Për këtë dimër të madh, banorët e këtushëm janë duke u përpjekur që të sanojnë pasojat e ofensivës së regjimit okupues serb në këtë fshat. Në lagjet Murselaj, Dugolli,
kastrati, gashi, njerëzit nxitojnë të bëjnë ndonjë merremetim apo adaptim të shtëpive të dëmtuara. Kjo është shtëpia Sejdi Gashit. Sejdi u merremeton shtëpinë e vet të dëmtuar, duke u përpjekur që të ikë nga shtëpia me foli najloni. Edhe në Kishnarek, hasëm në aksionet ngjajshme me atë në Nekoc. Në të vërtetë, Zymer Garaj, në sajt të ndihmës së fqinjëve, adaptonte një plevic, të cilën mendon të shndrojë në objekt banimi, në mënyrë që ta strehoj familjen e vet dhe ta kapërcej këtë dimër, i cili me gjas, për një pjesë të madhe të Kosovës, do të jetë dimër i gjatë, shumë i gjatë. Gjitemi Grykës së Kishnarekës, ku afro 3000 shqiptarë nga shumë fshatat Drenicës, po i kalojnë këto ditë vjeshtë në qiellin e hapur, pa kushte minimale jetese. Në këto tenda, apo shtëpi, prej foljesh najloni, fëmijët, gratë, pleqët imitojnë jetën normale. Jeta normale për ta duket një reminiscencë, kujtim i largët. A keni ushqim mjaftueshëm? Të shoqatës Nëna Teresë, në krye me Ganide Mollin e Nazim Ymerin, të cilët bashkë me infermierët u dilnin në ndihmë të sëmurëve në male. Zakonisht japim bana për traktin digestiv, për ftofje, pezmatimet ndryshme, pezmatimet lëkurës, të çrregullimet e ushqimit të fëmijët e tjera, pra sipas nevojës që i kërkon tereni. Me 2 ekipe mobile të vizitojmë popullatën e zhvendosur. Si po shifni vetë, kushtet janë të vështira, mirë po ne jemi jashtëzakonisht mirë të rrugë e vara, po tentojmë që të ndihmojmë këtyre njerëzve. Mesatërisht ditët diku ne kemi 300 pacientë me 4 ekipe, po mundohem më sa po mundem. Ka herë vizitoni Hera treta në individë, për do të këndrojmë herë të hera. Me iniciativën e nxënësve dhe angazhimin e kolektivit të arsimtarëve të shkollës fillore 7 Marsi të Kishnarekës, si dhe kontributit konkret të Ramadan Garajt e të organizatave humanitare Oxfam e të tjera, në këtë lëndim, në mes të Kishnarekës e Berishës, u ngrit edhe shkolla, në një tent foljesh najloni, me 2 klasë dhe një dhomë të arsimtarëve. Ekipi ynë qëlloi rastësisht atë ditë kur fëmijët që janë të vendosur në qiellin e hapur, në këtë gryk, filluan mësimet. Ishin ato momente mjaft prekëse për të gjithë, e veçmas për prindërit e fatosëve, të cilët për herë të parë filluan mësimin jashtë shkollës së tyre. Në këtë shkollë, mësimet i vijojnë 158 nxënës, me të cilët punojnë të gjithë arsimtarët që jetojnë në grykën e Kishnarekës. Ditën e parë të mësimit e mbajtën arsimtarët Sami Qelaj, Hasan Nishori dhe Sahid Bajraktari.
Mirë dita. Sa do prekse që mund të jenë këto imazhe. Ne si do qoftë këtu udhtim të ekipit tonë përfunduam me optimizëm e me shpresë, sepse konstatuam kthimin në tokën e Diego.